Një 25 vjeçar ka mbetur I vrarë në Shtyp pasi u ekzekutua me pistolet nga një 21 vjeçar në një kafene në sheshin e qytetit. Sipas pamjeve të kamerave të sigurisë, e gjithë ngjarja ka ndodhur për disa sekonda, derisa në lokal ka pasur edhe persona të tjerë. Viktima dhe ekzekutori, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë shtetas të Turqisë, ndërsa jo zyrtarisht ata kanë qëndruar në Shtyp për studime. Në orën 21:25 në sektorin për punë të brendshme Shtyp, është paraqitur se në një objekt gastronomik në sheshin e qytetit në Shtyp është shtënë me pistolet ndaj 25 vjeçarit me iniciale EO nga Turqia, pas çka kryerësi është larguar me automjet. I lënduari është dërguar në spitalin klinik, ku në orën 22:10 ka humbur jetën, njoftojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Pas aktit të kryer, ekzekutori menjëherë është arratisur nga vendi I ngjarjes me një automjet BMW, në të cilin kanë qenë edhe 4 persona të tjerë. Njësitet policore, nëpërmjet një aksioni të koordinuar, kanë vendosur disa bllokada në rrugën drejt Shkupit për të ndaluar veturën, ndërsa krahas forcave të sigurisë, terreni është mbikëqyrur edhe me dron. Në pikën pagesore Miladinovc, automjeti ka qarë blokadën policore dhe ka vazhduar arratisja, por për shkurt kohë është ndaluar. Për dramën që ka ndodhur, më së miri flasin pamje të filmuara nga një dëshmitar rasti. Në orën 22:15 në pikën pagesore në Miladinovc, në aksion të përbashkët të sektorit për punë të brendshme Shtyp dhe sektorit për punë të brendshme Shkup dhe policisë së trafikut, është ndaluar automjeti BMW me targa të Shtypit, në të cilin kanë qenë 4 persona, respektivisht shtetasit turk, 22 vjeçarët AH dhe TM, por edhe 28 vjeçari AO dhe 29 vjeçari OM, të cilët dyshohet se kanë ndihmuar 21 vjeçarin KK të arratiset. Në një moment, AH është arratisur, ndërsa pas ndërmarrjes së masave shpejt është kapur. Pas marrjes së masave është kapur edhe kryerësi KK, thon nga Ministria e Punëve të Brendshme. Autoritetet kanë gjetur edhe pistoletën me të cilën është kryer vrasja. Nga prokuroria, njoftojnë se kanë kryer ekspertizën në vendin e ngjarjes. Janë siguruar gëzhojat dhe gjurmët e tjera që do të jenë lëndë ekspertizave të mëtutjeshme, ndërsa trupi I viktimës është dorëzuar për autopsi. Janë siguruar edhe kontrolluar kamerat e sigurisë. Po ndërmerren dhe masa të tjera për sigurimin e provave, ndërsa veprimet kontrolluese të lokacionit do të vazhdojnë edhe sot, njoftojnë nga Prokuroria Themelore Publike e Shtypit. Organet e rendit nuk japin të dhëna për motivin e rastit, e as për atë nëse shtetasit turq kanë hyrë legalisht në shtet dhe nëse kanë pasur leje qëndrimi të rregullt.